Përshëndetje, sot në këtë video do t'ju tregoj disa gjëra që kam blerë prapë, por kësaj radhe kam blerë gjërat më të bukura. Për mua, nuk e di për ju, por po ja tregoj tani. Është çeska këtu. Këtu drita ishte super dhe ndaj unë erdha për të filmuar këtu, meqense këtu lloj backgroundi ju nuk e keni parë akoma, edhe tani po ju tregoj këto gjëra. Nuk është qese e madhe, po se vogël s'është. Dhe po filloj direkt. Të parat janë këto. Këto janë Spango. Dy janë njësoj, pra këto. Kurse kjo është kështu, si lastik, që mund të bësh bërzelëk, varse dhe gjëra të tjera që s'po mbi në mendje tani. Tjetër janë këto kapset që përdoren te bërzelëkët, pra që kapen bërzelëkët ose varset. Është kjo. Ky është fill, por unë kisha në shtëpi dhe më duhej një. Pas kam marrë dhe një tjetër. Kam marrë dhe një Spango tjetër, 4 pra. Është kjo. Mund të bësh çantë me këtë. Janë 2 copë. Pra kjo mblidhet kështu. Dhe unë e mora se do bëj një çantë, edhe video e radhës do jetë kjo çanta që unë do krijoj. Unë kam bërë një çantë tjetër, e kam video në profilin tim këtu tek YouTube-i, por ajo është një lloj tjetër çante dhe kjo është tjetër, pra kam avancuar tani, edhe do t'i bëj çantat më të bukura. Jo ashtu siç e bëra radhën e parë, sepse ajo ishte sa provova dorë. Dhe provova vete na dia apo s'dia ta bëja, por asgjë s'është e pamundur, kështu që mund të bëjmë çfarë duam. Tjetër, kam blerë këto. Sa shku kam buzën kjo? Është... Qa lule është? Lule dele më duket. Apo lule dielli. E nese. Edhe këtë, kam marrë, nuk e di, 1 metër është këtu. Por kam marrë 2 copë dhe një po mendoja ta bëja kështu, ta kem për në plazh kur të vesh me rroba banje, edhe një tjetër do ta vë nëpër bluzë kështu, ose në këmisha, ku diun diçka e tillë, ose kështu, se di. Po kur ta bëj do t'ja tregoj edhe juve patjetër. E kam blerë në një dyqan këtu në Ibiza që shiste vetëm gjëra për rroba qepset, por vetëm se ishin pak shtrenjtë. Tjetër kam marrë këtë zinxhirin. Edhe këtë mora 1 metër sepse edhe ky ishte i shtrenjtë, por është shumë i bukur, ka një shkëlqim kështu, dhe këtë doja ta bëja tek rip për në bel. Rip, domethënë diçka kështu të bukur. Dhe do t'i bëj ca gjëra varur. Tjetër janë këto 2 lulet që janë stampa, janë me ngjitës mbrapa, por që kur i vendos hekurin si për kjo ngjitësja shkrihet, dhe doja për t'i vënë tek jaka e këmishës. Mund t'i vësh dhe në xhinse këto. Tani po mendoja. Por do ta vë në këmishë më mirë, sepse po vjen dhe vera dhe s'mund të vesh xhinse. Kurse këmishat i përdor dhe do të vë këto 2 me patjetër. Kështu që i mora, kjo ka qenë 2 euro një, 4 euro kam për të dyja. Tjetër kam marrë këto perlat që dua për pjesën ku kap çantën kështu. Pjesën si po nuk e di çfarë quhet. Dorezën. Këto kanë kështu një brim në mes që janë shumë të lehta për të përdorur. Kaq më duaj sepse kam marrë dhe disa perla të tjera të vogla dhe do t'i përzjej bashkë. Kryesorja gjilpëra sepse nuk isha.
Janë këto kapset, janë për çantë, kur bën çanta, që i vë anash për të vënë në rripin e çantës. Një mora një herë sepse nuk i dihet. Janë këto gurat, që të tregojmë nga afër. Janë si në ngjyrë gold, por do më duhet për të krijuar gjëra sigurisht. Tjetër është kjo. Këto janë kapse që mund të kap gjëra. S'marras motorë tani. Janë këto kapset që mund të kap tek zinxhiri me dekore të ndryshme, ose kur bëj bërzilyk ose varse, dhe më duheshin këto. Dhe tani janë gjërat më të bukura. Atëherë, këto janë perlat e vogla që i doja për çantën si që thash, që do t'i përzij bashkë me këto. Dhe tani kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemi 10 si këto ruazat, se prej los janë këto. Janë në ngjyrë roz, këto pra i dua për çantën që do krijoj. Janë 10 top si këto. Dhe 3 të bardha, sepse do t'i përzij bashk, edhe mendoj se ka për të dalë shumë e bukur kur ta krijoj dhe mezi po pres që ta bëj, që ta marr me vete kur të dalë dhe ta kombinoj me veshjet e mia dhe të bëj ndonjë foto të bukur, pse jo. Dhe tjetër gjërat më të bukura janë këto këtu. Një është kjo, është me ngjyra dhe me zemra. Është kjo që janë si pulle, por janë me smile. Dhe këto janë shumë të bukura për të vënë në këmisha, në bluzë. Janë këto të tjerat. Janë këto me lule. Edhe këto janë me brim në mes, që mund t'i bëj bërzilyk ose varse të ndryshme për në verë dhe për në plazh, meqense po vjen edhe vera dhe i dua për foto super. Janë dhe këto, edhe këto si pulle ngjajnë, por janë ylla. Kjo ka bërë 1 euro e 10 cent. Të gjitha këto kanë bërë nga 1 euro. Të janë gjëra shumë të bukura. Unë do doja të kishte edhe në Shqipëri, të kisha bërë më përpara, por po të kërkosh gjen, por unë nuk kam gjetur. Janë edhe këto. Dhe këto mund t'i vënë për rroba të ndryshme, besoj. Mund t'i vë dhe tek pantallonat, tek xhepat e xhinseve. Mund të ngjajnë bukur, mendoj, sepse varen ose diku këtu do jaka e këmishës. Nuk e di ta menduar. Që nga dhe një kështu. Pra janë 4 si këto të bardhat. Këto janë të gjitha gjërat. Christian mbaroi. Dhe këto janë të gjitha gjërat në ngjyra. Pra në videon e radhës unë do ju marr juve me vete për të bërë çantën. Se më keni kërkuar shumë dhe tek video e parë më keni pyetur shumë se si e kam krijuar, si kam lidhur fijet, ku i kam gjetur materialet. Unë këto i kam shpjeguar, materialet e çantës, perlat ose gjërat çfarë ju keni dëshirë nëse ndodheni në Shqipëri, unë i kam gjetur te Medreseja. Kurse këto që kam blerë tani kam blerë në Spanjë. Ndihmo për të gjitha gocat që janë të lira edhe duan të merren me diçka të bukur, siç kam qef unë që të krijoj gjëra prantes, edhe gjithmonë mundohem të blej gjëra që t'i krijoj vetë. Ndaj do shihemi në videon e radhës, këto ishin gjërat që bleva tani. Edhe do e përshpejtoj videon që ta bëj çantën sa më shpejt për t'ju treguar dhe juve, sepse më besoni do jetë shumë e bukur.
Në fakt të gjitha këto gjërat më kanë kushtuar pak dhe pse këto bëjnë nga 1 euro. Kjo ka bërë diku tek 2 euro, kjo ka bërë pak në fakt, sepse duke menduar që mund të bësh 2 çanta këtu. Por unë do bëj njëherë me ngjyrë roz dhe tjetrën, po mendoja të merrja roza të tilla për në ngjyrë të verdh. Është ajo verdha e ndezur që është shumë e bukur për në verë. Apërsisht si kjo e verdha këtu, por më e ndezur, që duket shumë, por e dua për kombinime. Dhe pasi të bëj këtë dhe ta bëj të bukur ashtu siç e kam në mendjen time, nëse del vërtet e bukur ashtu siç e mendoj unë, do bëj edhe me të verdhën patjetër. Edhe kaq ishin gjërat që unë kam blerë. Shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer kjo video. Dhe do shihemi në videon e radhës. Ju puth fort të gjithëve dhe faleminderit për gjithçka.